Të nderuar shikues, jemi në edicionin e lajmeve këtu në televizionin Globi. Në vim do të njohim ngjarjet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Vidhet soli ari në fshatin Gradec, rritet numri i vjedhjeve në Pollog, shërbime të reja në spitalin e Gostivarit, realizohet operacioni i parë laparaskopik. DAP mbyll 36 dyqane në Gostivar, Shkup e Korç. Problemi i emrit nuk do të jetë në fokusin e diplomacisë amerikane. Eurodeputetet kërkojnë pjekuri politike edhe në raundin e dytë. Me lajmet kryesore të ditës së sotme do t'ju njohim pas një bloku të shkurtë të reklamash. Qëndroni me ne. Besa Bes, merri numrin tuaj vetëm për 250 denarë dhe përfitoni 250 denarë mbushje, 3 muaj falas brenda rrjetit Albafon dhe 73 minuta falas me të gjitha rrjetet. Fol pa kufi. Fol Shqip, Albafon. Në më shumë lokacione në komunën e Gostivarit vazhdon aksioni për pastrimin e mbeturinave, deponive të vogla, kositin e barit në përpaqe si edhe shumë aktivitete tjera për mirëmbajtjen e pastërtisë dhe higjienës në qytet. Aktivitetet realizohen nga punonjësit e ndërmarrjes publike komunale. Në më shumë lokacione në komunën e Gostivarit vazhdon aksioni për pastrimin e mbeturinave, deponive të vogla, kositin e barit në përpaqe si dhe shumë aktivitete tjera për mirëmbajtjen e pastërtisë dhe higjienës në qytet. Në anën e djathtë të rrugës së Dibrës për në dalje të qytetit, në afërsi të ish fabrikës Silika përballë xhamisë së Kadrit, është pastruar rruga që për vite të tëra ka qenë mbushur me mbeturina e që njëkohësisht e ngushtonte këtë rrugë. Me pastrimin, rafshimin dhe tamponimin në këtë pjesë janë krijuar kushtet për parkim të veturave. Pastrimi i mbeturinave pas një kohe të gjatë është bërë edhe pas objektit të postës dhe agjencisë për kadastër. Aksionet e pastrimit kanë përfshirë dhe parkun e qytetit dhe parqet e objekteve kolektive. Aktivitetet janë realizuar nga punonësit e ndërmarrjes publike komunale. Aksidentet në punë rënditen të parat për nga dëmet që shkaktojnë menjëherë pas aksidenteve rrugore. Sipas një konfirmimi të sektorit për punë të brendshme Tetov, gjatë 2 vjeçarit të fundit janë numëruar 17 raste të denoncuara të aksidenteve në punë. Mbrëm në Mavrov, në një tragjedi familjare, pësoi Nafia nga Gostivari, të cilin e kishte mbuluar me rër vëllajti derisa ka shkarkuar kamionin. Si bjetë përfundimisht me ditën e sotme në Pollog dhe regionin më të gjerë të Pollogut janë regjistruar 10 raste fatkeqësish në punë. Në krahasim me një vit më përpara kur gjatë vitit ishin evidentuar 7 raste, si vjet kemi 3 raste më shumë që nënkupton rritje të numrit të këtyre fatkeqësive. Në fatkeqësitë e si vjetme të gjithë të lënduarit janë meshkuj të moshave të ndryshme nga 18 deri 30 vjet. 3 nga këta kanë humbur jetën, 4 kanë marrë lëndime të rënda, ndërsa 3 të tjerë lëndime më të lehta trupore. Shkaqet më të shpeshta që kanë çuar te këto fatkeqësi, sipas SPB Tetov, janë një profesionalizmi, pakujdesia dhe siguria e paktë, respektivisht mos përdorimi i përgatitjes zgjedhëse për siguri në punë. Rastet më të shpeshta të fatkeqësive në punë kanë ndodhur në sektorin e ndërtimtarisë, gjatë ndërtimit apo rindërtimit të objekteve. Vjeshta ka qenë më tragjike për sa i përket fatkeqësive me pasoja fatale. Së pari nga një objekt në ndërtim në Tetov, radhe mbeti i vdekur në vendin e ngjarjes një punëtor. Pastaj në hidrocentralin e Mavrovës u lëndua rënd një punëtor tjetër. Për të përmbyllur raste tragjike me 2 punëtor të lënduar të Jugokromit, njëri prej cilëve për shkak lëndimeve të marra ndoroi jetë. Para ca ditësh në Gostivar u lëndua në punë një punëtor, ndërsa mbrëm në Mavrov në një tragji familjare pësoi Nafia nga Gostivari, të cilin e kishte mbuluar me rër vëllai i tij. Vëllau derisa ka shkarkuar kamionin me rër, nuk e ka vërejtur që mbrapa tij po qëndron vëllai, pas çka e ka mbuluar të tërin me rër, pas çka 58 vjeçari menjëherë ka ndëruar jetë.
Dukuria e vjedhjeve në përpronat private të qytetarëve të Gostivarit me Rethinën po shënon rritje, kanë konfirmuar nga SPB Tetov. Këto akte kryesisht ndërlidhen me vjedhjet në për shtëpi, banesa private apo edhe në për dyqane. Kështu gjatë periudhës kohore prej ora 19 deri në ora 23 në fshatin Gradec mbrëmë është e plaçkitur një shtëpi. Persona të panjohur duke demoluar dritaren e balkonit kanë hyrë në shtëpinë e 58 vjeçarit EI dhe kanë vjedhur stoli ari në vlerë prej 7.000 eurove. Policia ndërkohë po për kapjen e kryrësve të kësaj vepre të rëndë. Dukuria e vjedhjeve në përpronat private të qytetarëve të Gostivarit dhe Rethinës po shënon rritje, kanë konfirmuar sektori për punë të brendshme në Tetov. Këto akte kryesisht ndërlidhen me vjedhjet në për shtëpi, banesa private apo edhe dyqane. Marjan Josifovski, zëdhënësi i policisë rajonale, duke konfirmuar rritjen e numrit të vjedhjeve në Pollok, thotë se zakonisht vjedhjet ndodhin tek shtëpit, pronarët e të cilëve ndodhen në mërgim, apo në shtëpi ku pronarët janë në mungesë të përkohshme nga shtëpitë e tyre. Kështu vjedhës të panjohur duke shfrytzuar mungesën e përkohshme të familjarëve në një shtëpi në fshatin Gradec, kanë vjedhur stoliari vlera e të cilëve përllogaritet në 7.000 euro. Nga SPB Tetov thonë se vjedhja me gjas ka ndodhur mbrëmë në shtëpinë e EI 58 vjeç, në intervalin kohor në mes ora 19 dhe 23, atëherë ku në shtëpi nuk ka pasur njeri. Policia ka konstatuar se vjedhësit janë futur në shtëpi nëpërmjet balkonit duke hapur në mënyrë të dhunshme një nga dritaret e katit përdhes. Pas kërkimit të shtëpisë, në njërën nga dhomat e gjumit, vjedhësit kanë gjetur me 10 radhë copëza stoliari, i kanë marrë ata dhe më pas janë larguar nga vendi ngjarjes. Vjedhja në Gradec është rasti i tretë i vjedhjeve të ndodhura në fshatrat poshtë Sharit. Paraprakisht vjedhjet të stolive të arit ishin evidentuar në Dobordoll dhe Toplic. Policia është vënë në kërkim të autorëve të kësaj vepre dhe analizon mundësinë nëse vjedhjet në këto anë kryen nga njerëz të njëjtë. Sa i përket rolit të policisë në parandalimin, por edhe arrestimin e personave të grupeve të përfshira në këto krime, zëdhënësi Marjan Josifovski ka bërë të ditur se është shtuar numri i arrestimeve. Policia, sipas tij, ka shtuar efikasitetin dhe po vepron mbi bazën e planeve të veta për uljen e trendit të krimit në përgjithësi. Një numër i vjedhjeve janë zbardhur dhe ndaj vjedhësve janë ngritur kallëzime penale, por një numër akoma i madh i vjedhjeve mbetën të pazbardhura dhe punohet nga ana e policisë për kapjen e vjedhësve. Thot Josifovski, është karakteristike se numri më i shpeshtë i vjedhjeve ka ndodhur edhe në ata shtëpi, ku nga pakujdesi i qytetarëve duke haruar dyert dhe dritaret hapur. Edhe pse SPB Tetov disa herë ka apeluar deri tek qytetarët që të jenë më të kujdesshëm kur dalin nga shtëpia, përsëri qytetarët ka qenë të pakujdesshëm. Këta të fundit janë vërejtur nga hajnat të cilët menjëherë janë veshur punës, thot Marjan Josifovski nga sektori për punë të brendshme Tetov. Duke marrë parasysh rritjen e vazhdueshme të numrit të vjedhjeve, sektori për punë të brendshme apelon edhe një herë deri tek të gjithë qytetarët të jenë të vëmendshëm në momentet kur dalin jashtë shtëpive dhe të mbyllin dyert hyrëse dhe dritaret. Ata që kanë mundësi të pajisen edhe me aparate alarmi, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të parandalohen vjedhjet e shtëpive dhe banesave. Automjetet motorike dhe makinerit për punë, kur marrin pjesë në komunikacion në rrugë jashtë vendit të banimit, prej nesër janë të obliguar të posedojnë pajisje dimrore. Në pajtim me ligjin për sigurinë e qarkullim rrugore, përkujtoi Ministria e Punëve të Brendshme. Obligimi do të jetë në fuqi deri në 15 mars të vitit 2014. MPB-ja apelon shoferët të respektojnë obligimet e përshkruara ligjore. Në këtë rast, qytetarët duhet të kenë parasysh se gjoba në vlerë prej 15 eurosh në kundërvlerë të denarit në procedurë mandatore do t'i shqiptohet shoferit i cili vepron në kundërshtim të dispozitës nga neni 404, paragrafi 1 nga ligji për sigurinë në komunikacion rrugor, kumtoi MPB-ja. Spitali i Gostivarit në të ardhmen do të ofrojë më shumë shërbime spitalore për pacientët. Kjo në mënyrë që ata të mos i drejtojnë shkupit. Kështu nga sot në Spitalin Ferit Murati në Gostivar është kryer operacioni i parë pa hapje, prerje dhe pa derdhje gjaku. Abidin Biljali u sjell detalet. Spitali i Gostivarit me një sër risish dhe shërbime të reja. Sot në këtë spital është kryer operacioni i parë pa hapje, prerje dhe pa derdhje gjaku. Një pacient në moshë të re janë larguar gur nga tëmthi. Operacioni është kryer me aparatin laparaskopik nga mjekët e Spitalit të Gostivarit, në mentorim të profesorin nga Spitali i Shkupit Shën Naumi Ohrit Dragoslav Mladenović. Drejtori i Spitalit Dr. Ferit Muça tha se operacioni është kryer me sukses, për të shtuar se tani më pacientët tanë nuk do të kenë nevojë të shkojnë në klinika tjera për këtë lloj operimesh. Përfitimi është i dy fysht, edhe për pacientin edhe për spitalin, thot Muça.
për herë të parë bëhet intervenimi me një metodë të re, respektivisht me anë të laparoskopit, ku bëhet heqja e gurit nga tamthi. Kjo është metodë e re e cila bëhet në Spitalin e Gosivarit dhe është trend botënar, kështu që edhe ne si spital fillojmë të punojmë edhe me metodat më të reja të cilët në vendet tjera bëhen, ndërsa të na deri tash nuk është bë. Më shumë në këtë rast fiton pacienti për shkak se me metodën e vjetër ai rrinte 5 deri në 7 ditë në spital, ndërsa me këtë metodë të re pacienti të nesërmen lirohet në shtëpi dhe ai mbas 2 ditëve është i aftë për në punë. Kjo është benefiti më i madh të cilët i fitojnë pacientën, ndërsa ne si spital kemi gjithashtu edhe na benefitet për shkak se ky pacient nëse sa më shkurt qerin, më pak harxime edhe bëjmë për pacientin. Do thënë kemi edhe stimulim financiar në këtë aspekt. Jam shumë i kënaqur për këtë operacion nga ana e mjekëve tuaj, sepse ata paraprakisht ishin në edukim tek unë. Unë isha vetëm bykqyrës, puna u krye nga këto mjek që ka Gostivari. Sipas mentorit të operacionit të sotëm, profesor Mladenović, kjo ishte vetëm fillimi. Me këtë aparatur do kemi mundësi të krijeme edhe intervenime tjera të operimit. Добрата опрема која е веќе инсталирана и добиена во медицинскиот центар е искористена во правец на воведување на нови методи. Една од нив е и операција на жолчното кесе. Денеска доктор Јакуп успешно ја направи операцијата. Персоналот е едуциран, бил во установата каде ја што работам. Се надеваме дека ќе продолжиме и со некои други оперативни постапки. Пред се договоривме за операции на слепото црево и дел од гинеколошките операции би можеле да се вршат со колегите кои тек се надеваме ќе успоставиме соработка. Realizuesi këtij operacioni, kirurgu nga Spitali i Gostivarit, Jakup Jakupi, shprehet falemenderues fillimisht për edukimin që ka dhënë mentori i tij, profesor Mladenović, por thotë se tani e tutja është i gatshëm që vetë të bëjë këto operime në të ardhmen. Sot për herë të parë në Spitalin e Gostivarit bëhet një intervenim i tillë, i cili kaloi me shumë sukses. Pacienti është i ri, moshës plus minus 30 vjeçare, në gjendje jashtëzakonisht mirë dhe metoda është jashtëzakonisht e suksesshme, është e vlerësuar dhe ka suksese, ka benefitet mira edhe për pacientët edhe për spitalin. Jemi të gatshëm, vazhdojmë, veç kemi edhe për javën tjetër njerëz të cilët veç pacientë të cilët veç janë më të përgatitur për intervenime. Në bazë të asaj se sa i kemi mundësitë dhe aparaturën, sigurisht se do të mundet bëjmë 2-3 në javë. Asistenti këtij operacioni, urologu Ilber Ademi, thotë se së shpejti do të bëhen ndërhyrje me laparoskopi edhe në domenin e urologjisë. Ne deri tash nga kjo aparatur që kemi në donacion nga Ministria e Shëndetit dhe disa pjesë nga organizata jo qeveritare turqisë TIKA, kemi pasur disa intervenime. Shpresoj që nga viti i ardhshëm edhe në urologji t'i bëjmë të gjitha intervenimet në mënyrë laparoskopike. Së shpejti mendojmë që ndërhyrjet e para të bëhen në domenin e urologjisë me laparoskopi. Prej vjetë aparaturën të cilën e kishim diçka prej Ministrisë së Shëndetësisë, pjesën tjetër e kishim si donacion TIKA, organizatë qeveritare e Turqisë, e cilat donojnë një pjesë dërmuese të instrumenteve urologjike dhe prej vjetë ne jemi gatshëm dhe punojmë në operacionet urologjike, domethënë të mbyllura ose endoskopike. Këto operacione nuk arrin të jenë të suksesshme pa prezencën e të gjithë ekipit. Anesteziologu Naim Ismaili thotë se kjo lloj forme do na ndihmoj shumë dhe mirë që erdhi edhe në Spitalin e Gostivarit. Sot Gostivari lirisht mund të them se mund të feston për një të arritur mjekësore që ndoshta për shtetet e modernizuara është shumë, e thjesht po për ne është shumë me domethënie të madhe. Pas operimit në këtë formë, pacienti menjëherë mund të lëshohet në shtëpi dhe nga dita e nesërme mund të fillojë edhe të punojë. Lideri PD-s Mendu Thaçi e mbështeti idenë e kreut të LSDM Zoran Zaev dhe kërkoi që të ketë konsensus etnik. Thaçi vlerësoi se kjo ide e Zaevit duhet të shfrytëzohet për vitin e ardhshëm gjatë miratimit të buxhetit të Maqedonisë. Lideri i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi e mbështeti idenë e kreut të LSDM Zoran Zaev dhe kërkoi që të ketë konsensus etnik.
Thaçi vlerëson se kjo ide e Zaevit për zgjedhje jashtë institucionale përmes konsensusit për gjitha çështjet politike në Maqedoni duhet të shfrytëzohet për vitin e ardhshëm gjatë miratimit të buxhetit të Maqedonisë. Nuk pajtohemi me konceptin në Maqedoni, vazhdojnë të na bindin në këtë koncept modern. Maqedonasit të jenë pronarët, ndërsa ne të jemi shërtorët. Pas shumë viteve romantizëm nacional që e kishin si shqiptarët, zbuluam se tek parat është problemi i madh. Bëhet fjalë për investime dhe për të ardhmen. Edhe buxheti dhe shumë çështje të tjera në këtë shtet duhet të miratohen me konsensus etnik, përndryshe nuk do të ketë sukses në asgjë tjetër, ka deklaruar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi. Deputeti LSDM-s Jani Makraduli ka ironizuar deklaratën e kryeministrit Nikola Gruevski të bërë gjatë vizitës në Sloveni se edhe me datën e negociatave, por edhe pa të, dieli do të agojë sikurse çdo ditë. Në Komisionin Parlamentar të Finansave dhe Buxhetit, ku po vjon debati për projekt buxhetin e vitit 2014, Makraduli ka bërë një varg akuzash, pikërisht duke i referuar deklaratës së kryeministrit. Deputeti LSDM-s Jani Makraduli ka ironizuar deklaratën e kryeministrit Nikola Gruevski bërë gjatë vizitës në Sloveni, se edhe me datën e negociatave, por edhe pa të, dielli do të agojë sikurse çdo ditë. Në Komisionin Parlamentar të Finansave dhe Buxhetit, ku po vijon debati për projekt buxhetin e vitit 2014, Makraduli ka bërë një varg akuzash pikërisht duke i referuar deklaratës së kryeministrit. Pyes nëse kryeministri me sjelljen e tij prej diktatorit do të mund të ndalë tagimin e diellit, por them se me siguri do të të dritarit e 2 apartamenteve të ministres Gordana Jankulovska të firmës së kushëririt Sasho Mjalkov në Çeki, si dhe çatit praruara të ndërtesave kriminale në projektin Shkupi 2014, ka deklaruar Makraduli. Duke folur për projekt buxhetin, deputeti socialdemokrat ka thënë se arka e shtetit planifikohet të mbushit me gjoba ndaj qytetarëve. Të nderuar qytetarë, të hollat të cilat do t'ju marrin do të shpenzohen për shampanjën dhe qilimin e kuq, si dhe për truallin falas në shesht, për subratarojen, por edhe për traktorët e rem. Ju do të paguani qiran për truallin e një murit të madh investitorësh vendas, ka denoncuar deputeti. Drejtoria për të ardhurat publike gjatë ditës së djeshme ka ndërmarrë disa sanksione ligjore. Mbyllje e parakoshme dhe gjoba me para për mbylljen e 36 objekteve në Gostivar, Shkup dhe Kërçov. Numri më i madh të objekteve janë zbuluar në Gostivar, gjithse 21, ku pronarët e ndërmarrjeve kanë treguar qarkullim më të vogël ose nuk kanë dhënë llogari fiskale. Prioriteti më i lartë është antarësimi i plot fuqishëm i Republikës së Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Është në këtë drejtim vazhdimi i pjesëmarrjes në misione paqësore jashtë shtetit, ka theksuar ministri i Mbrojtjes Talat Xhaferi në takimin e sotëm 8-8 me Evalin Farkash, zëvendës ndihmëse së sekretarit të Mbrojtjes së SHBA-ve për Rusinë, Ukrainën dhe Eurazin. Prioritet më i lartë është antarësimi i plot fuqishëm i Republikës së Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Është në këtë drejtim vazhdimi i pjesëmarrjes në misionin paqësor jashtë shtetit, ka theksuar ministri i Mbrojtjes Talat Xhaferi në takimin e sotëm 8-8 me Evalin Farakash, zëvendës ndihmëse e sekretarit të Mbrojtjes të SHBA-s për Rusinë, Ukrainën dhe Eurazin, e cila është për vizitë në Maqedoni, duke u faleminderuar për planet dhe prioritetet e ardhshme, si dhe për angazhimin e Ministrisë së Mbrojtjes. Xhaferi ka konfirmuar Farakashit vendimin që Republika e Maqedonisë të vazhdojë të jetë pjesë e misionit ISAF në Afganistan deri në përfundimin e saj në vitin 2014, si dhe post misionit ISAF. Krahas kësaj pjesëmarrje, jemi të gatshëm edhe për pjesëmarrje të mundshme në misionet e kryesuara nga BE-ja dhe KB-ja, dhe në këtë kontekst komunikova se zhvillojmë bisedime dipalëshe me Belgjikën, me tekst të veçantë për përvojat dhe idetë për bashkëpunim trepalësh, ARM, Garda Nacionale nga Vermanti si partner dhe Armata e Senegalit, ku në të ardhmen është angazhimi i mundshëm i ARM-s në misionin. Deklaroi pas takimit ministri Xhaferi, bashkëpunimi i mbrojtës, prioritetet, operacionet dhe për planet dhe sfidat e ardhshme, sipas Farakashit, kanë qenë tema në të cilën kanë biseduar me ministrin Xhaferi. Do të kemi kënaqësi që të diskutojmë edhe për mbështetjen e më të tjeshme që mund të asiguron në Republikën e Maqedonisë dhe për interesin e shprehur për pjesëmarrje në misionet e kryesuara nga Bashkimi Evropian, por edhe në operacione tjera. Gjithçka që ndërmarrim dhe punojmë së bashku është me qëllim që të përforcohet Maqedonia dhe mbrojtja e saj dhe ajo të jetë e gatshme kur të vijë dita për integrim në NATO.
Deklaroi zëvendës ndihmës së sekretarit të mbrojtjes së SBA-s për Rusin, Ukrainën dhe Euroazin, Evelin Ferrakash, e cila pas ditë është takuar edhe me presidentin e Republikës së Maqedonisë, Gjorge Ivanov. Sekretarja Amerikane e Shtetit, Victoria Nuland, ka deklaruar se problemi i emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë nuk do të jetë në fokusin e diplomacisë amerikane, as në mandatin e saj të ri. Sekretarja Amerikane e Shtetit Victoria Nuland ka deklaruar se problemi i emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë nuk do të jetë në fokusin e diplomacisë amerikane as në mandatin e saj të ri. Në paraqitjen e prioriteteve të punës së saj, Nuland ka thënë se në të kaluarën personalisht vetë ka harxuar shumë energji për tejkalimin e kësaj çështje, por kësaj radhe vendimin duhet ta marrin vetë shtetet dhe jo SBA. Sa i përket Maqedonisë unë vetë në të kaluarën, veçanërisht për vitin 2008 në samitin e NATO-s në Bukuresht, vetë personalisht i përvesha krahet. Kujtom se si vetë personalisht e kam pas takuar kryeministrin Gruevski dhe drejtuesit grek kur tentonim të zgjedhjem problemin. Besoj se ka 2 ose më shumë formulime të cilat duhet të ishin të pranueshme për të dyja palët. Bëhet fjalë për dialog, leadership dhe zgjedhje, nëpërmjet 2 vendeve duhet të zgjedhin. Tha Nuland. Ndihmës sekretarja Amerikane e Shtetit Victoria Nuland deklaroi gjithashtu se SBA-ja është e inkurajuar nga dialogu Prishtinë-Beograd dhe me progresin arritur nën patronatin e Bashkimit Evropian. SBA-ja jep mbështetje të plotë për këtë proces dhe për këtë nevojitet për kraje jonë e mëtejshme që të mundën 2 vendet të plotësojnë qëllimin e tyre dhe në tërësi të integrohen në strukturat evropiane. Deklaroi ajo në tribunën e Këshillit Atlantik në Washington. Nuland shtoi se SBA-ja është zhgënjur nga situata në Bosnjë-Hercegovinë dhe thotë se nëse liderët në këtë vend vazhdojnë të bllokojnë progresin drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s, SBA-ja dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar duhet të rishikojnë qasjen e tyre. Deputetët e Parlamentit Evropian kanë përgëzuar mbarvajtjen e zgjedhjeve të 3 nëntorit në Kosovë, duke kualifikuar si hap para drejt konsolidimit të demokracisë në vend, si edhe kanë porositur se edhe procesi balotazhit duhet të dëshmojë pjekurinë politike të kosovarëve. Deputetët e Parlamentit Evropian kanë përgëzuar mbarvajtjen e zgjedhjeve të 3 nëntorit në Kosovë, duke kualifikuar si hap para drejt konsolidimit të demokracisë në vend, si dhe kanë porositur se edhe procesi i balotazhit duhet të dëshmojë pjekurinë politike të kosovarëve. Kjo tha gjatë debatit në selinë e Parlamentit ku mori pjesë ministri i jashtëm kosovar Enver Hoxha, me çrast u diskutua procesi i zgjedhjeve lokale. Raportuesja e Parlamentit Evropian për Kosovën, eurodeputetja Ulrike Lunacek, nënvizoi sërish domosdoshmërinë e përfundimit të reformës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare. Lidhur me këtë, shefi i diplomacisë kosovare u shpreh se është çështje që mund të kryhet brenda ditëve, pasi që partitë politike janë pajtuar për shumicën e çështjeve. Zgjedhjet parlamentare sipas tij mund të mbahen duke filluar nga muaji qershor i vitit të ardhshëm. Marrëveshja 19 prillit, sipas Hoxhait, ishte një arritur historike e cila vetëm 2-3 vite më parë nuk mund të imagjinojë se mund të ndodhte. Ai kërkoi nga Bashkimi Evropian përkrahjen e ruajtjen e monumenteve në lidhje me këtë marrëveshje, duke nënvizuar se Brukseli ka ende mjete për të bërë presion tek Serbia për zbatimin e çështjeve të dakorduara. Beogradi sipas tij po tenton që të ndryshojë disa çështje për të cilat është arritur pajtimi, e po zvarit implementimin e disa tjerave. Sipas ministrit të jashtëm të Kosovës, rajoni po ballafaqohet me 3 sfida historike: raportet në mes të Prishtinës dhe Beogradit, raportet në mes të entiteteve të Bosnës dhe Hercegovinës, si dhe raportet në mes të Shkupit dhe Athinës. Jemi krenar si ja dëshmuam rajonit se me dialog, kompromis dhe marrëveshje, ja dolëm të hapim një kapitull të ri të raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë, tha Hoxhaj. Të nderuar shikues, në vazhdim ju ftoj që të ndjekni bllokun e lajmeve nga bota. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov dhe ministri i mbrojtjes Sergej Shoigu pritet të zhvillojnë bisedime të nivelit të lartë në Kairo, që thuhet se do të përfshin marrëveshje për armatimet. Bëhet fjalë për të parën vizitë të këtij niveli të zyrtarëve rus në Egjipt në dekada. Raportimet sugjerojnë se marrëveshja e armëve me vlerë prej $10 miliardë do të jetë pa dyshim në tryezën e bisedimeve. Stuhia diplomatike e Moskës vjen në një moment pasi presidenti amerikan Barack Obama vendosi të ndërpres ndihmat në armatime për Egjiptin. Ish presidenti gjerman Christian Wulff pritet të gjykohet në vendin e tij në akuzën e shkëmbimit të favoreve gjatë kohës që mbante poste zyrtare. Ai dyshohet se ka pranuar pagesën e faturave të hoteleve nga një producent filmash në këmbim të lobimit, në kohën kur kishte kryeministri i Sasonisë së Ulët në vitin 2008.
Zoti Wulf, që u tërhoq në shkurt të vitit 2012, pas më pak se 2 vite në detyrë, është ish presidenti i parë i Gjermanisë që përgjigjet për akuza në gjykat. Nga ana e tij, 54 vjeçari i hedh poshtë akuzat dhe ka deklaruar se do të pastrojë emrin e tij. Kryebashkiaku i Torontos Rob Ford ka pranuar se ka blerë ilegalisht drogë gjatë 2 viteve të fundit në një takim të rrep në të cilën këshilltarët e qytetit i kërkuan atij të shkëputet nga puna. Gjatë javëve të fundit, Ford, 44 vjeçar, ka zbuluar se ai ka pirë kokainë të pastër, teksa gjendej në zyrë dhe se vuante nga pija alkoolike. Me një votim prej 41 votash pro dhe 2 kundër, Këshilli i qytetit më të madh të Kanadas i kërkoi atij të dorëhiqet, por Ford është zotuar se do të qëndrojë. Kërkesa ishte simbolike, pasi Këshilli nuk ka targim për ta hequr atë. Këtu kemi përfunduar edhe me këtë edicion lajmesh. Faleminderit që qëndruat me ne. Mirupafshim.